Gilmando Dani njihet si krau i djathtë i Emiliano Shullasit dhe njeriu i tij më i besuar. Në të mirë në të keq, ato kanë qenë krah për njëri tjetrin. Gilmando kishte një vit që kishte fituar lirin dhe para pak kohësh ai kishte shkuar në Barcelonë. Pasi ka kaluar kontrollet policore dhe ka dalë jashtë rinasit, nuk e ka ditur se ka qenë i survejuar në çdo moment që po lëvizte dhe çdo lëvizje e tij është raportuar në kohë reale. Makina me të cilën po lëvizte nuk ka bërë as 500 metra nga aeroporti, kur një tjetër mjet i ka zënë rrugën duke i marrë jetën. Çdo gjë ka qenë e planifikuar deri në detaj që aksioni të mos dështonte dhe me sa duket kështu ka rezultuar. Makina që i ka zënë prit në Rinas, më pas është drejtuar nga fushkruja dhe pas 2 orësh është gjetur e djegur pas një gjurmë autorësh. Lajme të tilla dihet që fluturojnë me shpejtësinë e erës, sidomos kur bëhet fjalë për grupe kaq të fuqishme. Lajmin për mikun e tij e ka marrë edhe Shullasi, i cili fillimisht nuk ka besuar që ky lajm është i vërtetë. Ai më pas ka thënë se Gilmando ka qenë më shumë se sa një shok i tij, ai atë ka pasur si vëlla. E di se ato që kanë bërë këtë gjë tani janë ulur përpara televizorit dhe po shohin punën e tyre të përfunduar. Por ato nuk e dinë se sa rënd kanë gabuar, mësohet të ketë thënë Emiliano Shullasi. Gilmando Dani ishte një emër i njohur për drejtsinë shqiptare. Ai kishte fituar lirin në tetor të vitit 2024.